Kuej Kamenica, vjen Gjilani e Prishtina, Verisaj edhe Glina, oho, me Mario Mitaj, sonë dhe porrina. Mario Mitaj është padyshim krenaria e madhe të gjithë shqiptarëve. Në mbrëmjen e Albania, Shqipëri-Serbi, lojtari I cili ngrohu zemrat e të gjithë shqiptarëve me lojën e tij dhe mënyrën se si u paraqit ishte Mario Mitaj, një super nivel dhe pengu I madh që Silvinho nuk e la këtë futbollist ekzekutonte penalltin, që me shumë mundësi do të na jepte fitoren. Megjithatë, pas mbylljes së ndeshjeve të Shqipërisë në muajin qershor, Mitaj së bashku me familjen e tij ka organizuar një takim dhe mbrëmje shumë të veçantë. Ata kanë shkuar në Amerikë, në New York, në sofrën e Kelmendit. Në fakt ideja ishte që Mitaj dhe babai I tij të takonin familjarët e tyre, ndërsa babai I Mitajt kishte më shumë se sa 20 vite pa e takuar vëllain e tij në sajt të largësisë së madhe, por Mitaj, idulli I të gjithë shqiptarëve, nuk mund të lihej pa u pritur siç e do zakoni. Një autobus për festa I organizuar nga shqiptarët ka dalë për të pritur Mario Mitajn atje ku u këndua dhe kënga mora fjalë. Më pas surpriza e madhe vazhdoi në sofrën e Kelmendit, atje ku u këndua edhe një këngë e thurur vetëm për Mario Mitajn, Shqipen e malit ton, ndërsa Mario filmoi këtë moment të parushëm në telefon dhe vlen të theksohet se Mario Mitaj është pikërisht me origjinë nga Kelmendi, ku në bazë të traditave ka dhe një këngë që tani I përket vetëm atij. Hajde, ju ftojmë valle.